Rikthyer në këtë pjesë të dytë programi, do të jemi me një djalë i cili në fakt është duke korrur një sukses të jashtëzakonshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dirigjent. Bëhet fjalë për Kristo Kondakçin, e kemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë, edhe pse në Skype me shumë kënaqësi do të kemi një bisedë me të. Të falenderoj shumë që je në vizionin e pasdites, Kristo. Përkeqësie. Jemi shumë mirë dhe të lumtur në fakt që të kemi, edhe pse nëpërmjet një lidhje të drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do kishim dashur në fakt ta kishim kryer këtë bisedë të rëndësishme, besoj, edhe për publikun shqiptar me ty në studio, por besoj që do kemi mundësi të tregojmë pak për karrierën tënde, e cila ka qenë mjaft e suksesshme. Bëjmë fillimisht një prezantim publikut, pak për ato arritjet e tua ndër vite, dhe më pas do të na tregosh vetë çdo gjë që ke sjell në artin e dirigjimit në SBA. Ishte vetëm 6 vjeç kur bashkë me familjen e tij emigroi drejt tokave të largëta, drejt Amerikës. Për herë të parë 10 vjeç, Kristo shkon në një shfaqje bashkë me prindërit e tij dhe teksa e shijon që në nisje vendos se çfarë do të bëjë në të ardhmen. Duke nisur kështu mësimin për piano e më pas, në moshën 16 vjeçare, duke dirigjuar për herë të parë një orkestër. Misioni artistik i Kristo Kondakçi është formsuar nga ikja e familjes së tij nga shtypja brutale e regjimit komunist. Gjyshi i tij, Beqir Omari, u burgos për interpretimin e muzikës perëndimore. Një nga xhaxhallarët e babait të tij, muzikant virtuoz, u ekzekutua ndërsa anëtarët e tjerë të familjes duruan burgun dhe internimin. Kjo trashëgimi e guximit dhe krijimtarisë drejton misionin e tij për të bashkuar përsosmërinë artistike me ndikimin në komunitet, duke përdorur muzikën për të frymëzuar dhe lidhur kultura. I diplomuar në Konservatorin New England për dirigjim dhe kompozim, Kondakçi bëri debutimin e tij profesional me Orkestrën Kombëtare Shqiptare në vitin 2014 dhe që atëherë ka bashkëpunuar me orkestra duke përfshirë Filharmoninë e Bostonit, Orkestrën e Boston Landmarks, Orkestrën Simfonike Portland dhe Orkestra dhe Opera e Festivalit të Muzikës Verore të Vjenës e shumë të tjera. Në vitin 2017, Kristo bashkëthemeloi ansamblin Eureka, duke përdorur muzikën si një katalizator për ndryshimin e drejtuar nga komuniteti. Gjithashtu, bashkëthemeloi korin e grave në Women's Lunch Place në Boston, duke u ofruar mbi 200 grave të moshës 17 deri në 82 vjeç, që jetonin të pastreja dhe në varfëri, një hapësirë të sigurt për shprehje dhe fuqizim artistik. Sot në vizionin e pasdites, dirigjenti shqiptaro-amerikan vjen për të treguar më tepër sa i takon jetës dhe karrierës së tij. Siç edhe e kuptuat, Kristo ka qenë vetëm 6 vjeç kur është larguar nga Shqipëria. Kristo, si e kujton ti atë periudhë? Ka qenë i vogël në fakt. E kujtoj sikur ishte dje, në fakt. Edhe pse kanë kaluar shumë vite. Më fal? Edhe pse tashmë kanë kaluar shumë vite. Kanë kaluar vite, po unë ndjem akoma 6 vjeç në shpirt. Po e majmë shumë të fort kur isha këtu, kur erdhe në Boston për të parë, dhe nuk ishim gjuaj, nuk ishim komunitet. Unë vetëm priça në dhomën aty në shkollë, sa të mësoj anglishën, it just happened after 2 years, në 2 vjet. E kishe të vështirë për shtatin në fillim, ti ke qenë i vogël dhe ndoshta fillimet për një djalë të vogël mund të jenë më të lehta se kur je i rritur, sikur të duhet të lësh pas ato zakonet e tua. Si ka qenë për ty? Në fakti që nuk dija si flitë anglisht kur erdha, është bërë një it's a strength. Më ka ndihmuar shumë në karrierën, se mësova vetëm si të observoj njerëzit shumë. Edhe si dirigent tani, puni i dirigentit është punë në observim, se unë nuk është që loj një vegël në orkestër. Në fakt, dirigenti nuk bën asnjë gjë, është silent. Edhe është punë observim, punon vetëm me njerëzit dhe si mund t'i ndihmosh njerëzit me veglën që të jenë lartë dhe më lartë me talentin që kanë.
Ne ndoshim në material në fakt që periudha e komunizmit ka qenë e vështirë për familjen tënde, për ndjekjet që janë bërë familjarëve të cilët në fakt kanë qenë po ashtu muzikant. Ka qenë ndoshta një shtys për ta bërë familjen tënde të largohej në mënyrë që ju, fëmijët, kishit mundësinë për ta ndjekur pse jo muzikën në SBA, po nuk ka qenë kjo realisht arsyeja. Nuk është historia e familjes time, është historia e popullit shqiptar. Talenti muzikore vjen nga vujtja. That's why I think, that's why I think there's so much ka shumë talent në popull shqiptar tani, për çdo gjë që ka vujt si popull. Familja ime, unë e lej çka ka ndodhur çka ka kaluar, it's in the past. Unë shoh vetëm që kam përpara. Familja është kori, it's the core of my work in every possible way. Ka qenë ndoshta edhe një frymëzim për ty, besoj, edhe për të ndjekur rrugën e muzikës me të gjitha vështirësitë që ata kanë kaluar dhe pamundësitë nga ana tjetër në kohën e komunizmit. Familja jote, besoj, vendosi për një jetë më të mirë të largohej në SBA. Ata vetë kanë patur po aq të vështirë sa ty që ishe fëmijë në atë kohë, si e kujton periudhën e vështirësive për familjen tënde në një vend aq të largët siç ishte Amerika. Patjetër, prindërit i kam superhero. Ata kanë ndërtuar një jetë shumë të bukur për vllain edhe unë. Derisa jam dirigjent tani vetëm se from what they have done for me. Çfarë ata kanë bërë për mua. Për çfarë kanë bërë për ty? Trupet e kemi këtu në Boston, për shpirtin e kemi në Shqipëri. So nuk është në fakt kaq larg. A vjen shpesh Kristo në Shqipëri? Një herë në vit, zakonisht. As often as we can. Unë e kam theksin një qik funny për Po, e ke ruajtur gjuhën shqip, edhe ti ke ikur fëmijë dhe besoj në familjen tënde ju keni folur shqip për aq kohë sa ti nuk e ke harruar gjuhën tënde. Totalisht në shtëpi shqip kemi folur, edhe unë lexoj dhe shkruaj shumë mirë gjuhën shqipe, po. Theksin të duhet të kesh veshin, në komunitet shqiptare. Përpiqem sa mundem. Na e trego pak atë momentin kur ti kuptove që jeta jote do të ishte dirigjimi, kur ti fillove të ëndërroje për dirigjimin, për muzikën, sa vjeç ke qenë, si ka nisur e gjitha për ty për të arritur më pas te ky sukses që ne e kemi parë? Dirigjimi është i vetëm gjë që kam dua që të bëj. Isha 10 vjeç, sa prindërit më kishin çuar në një koncert këtu në Boston për herë të parë. Aty ndodhi diçka e veçantë, ndjeva një lidhje të thellë me atë që ndodhte aty në skenë. Isha me mamin edhe majmën shumë mirë herë dirigjenti aty përpara skenës. I nxori duart kështu lart edhe i thash mamit, çfarë po bën ai është që duhet bëj unë për jetë. Ai fillove të mësoj piano 2 muaj mbas atë koncerti, pastaj kur ishte 16, dirigjova orkestrën first time, e parë. Edhe kështu nisej udhëtimi im. 16 vjeç ke qenë kur ke dirigjuar për herë të parë. Emocionet forta besoj, se shumë i ri ke qenë Kristo në atë kohë. Kur je 16 vjeç, çdo emocion është shumë e fortë. Patjetër. Por tani unë ndjem akoma 10 vjeç, si e thash më parë, në shpirt me dirigjimin edhe karrierë me sa shkon lart dhe më lart, më shumë ndjem entuziastik për çdo gjë që bëj. Kjo është diçka e mirë, tregon edhe pasionin që ti ke për artin tënd. Po, për mua muzika është shumë më tepër se një art, është një mjet për të shëruar, për të frymëzuar, për të bashkuar njerëzit. Historia e familjes time përndjeket që përjetuan për shkak të muzikës perëndimore. Po. A ke patur ti mundësi të takosh dirigjentin i cili u bë shkaku për cilin ti fillove të ëndërroje për muzikën? Po, në fakt bëra mësime atë. Kur isha 14. U bërë një mentori im. Edhe tashi janë ta dirigjent që kam parë në kohën që ishte 10 vjeç, është funny se tash janë koleg për mua.
Edhe I feel very humble by it. Në fakt ashtu duhet ndjerë sepse unë besoj që jeta e një shqiptari që kërkon të ecë jashtë nuk është as pak e lehtë. Unë besoj që dhe ti në një farë forme i ke ndjerë pak paragjykimet apo u integrove shumë mirë. Sa e ke ndjerë në muzikë faktin që ishte shqiptar, që ndonjëherë kishte edhe dilema nëse duhet të të pranonin, të t'jepnin mundësinë apo jo. Si ka qenë ky raport për ty? Është një gjë shumë interesante se unë jam shqiptar amerikan. Edhe kur jam këtu, më shohin si shqiptar, kur jam në Shqipëri, më shohin më shumë se amerikan. So jam somewhere in the middle. Ka bërë kjo ndonjëherë të ndihesh keq? Jo keq, po unique. Gives me a unique perspective për çdo gjë, që mund të jem edhe një këmbë në një vend, edhe një këmbë në tjetër. Çfarë mendon se të ka bërë kaq suksesshëm, Kristo? Ne jemi në një kohë kur flasim për shumë arritje të tua, të patëm mundësi t'i rendisim nëpërmjet materialit që dëgjuam për prezantimin tënd. Kë konsideron ti si Chelsea e asaj që ti ke arritur të kesh edhe të jesh sot? Familjen, kore, prindit, vujtje që kanë that they've survived on their own. Por që më motivon mua dhe që më ka dhënë sukses është çdo koncert, çdo projekt është një mundësi për të krijuar diçka me kuptim. Duhet të vazhdoj të ndërtoj ura mes komunitetëve, të punoj me artistë të ri, edhe të sjell më shumë bashkëpunim mes Shqipërisë dhe diasporës. Atë më ka dhënë shumë sukses. Jo vetëm në muzikë, por me muzikë me komunitet tjerë, se si e thash pra, roli dirigentit ti je drejtori, ti je prifti i orkestrës, ti je you have every possible role në leadership. Në fakt nuk e di se do thuaj leadership në shqip, por kuptohet shumë mirë se në fakt e përdorim edhe në gjuhën shqipe, po në një farë forme është udhëheqje. Po, edhe njëna punë që bëj tash me dirigjim, bëj leadership development me business leaders, CEO, political leaders, I bëj në rolin dirigentit përpara orkestrës, edhe we use dirigjimin si një metafor për si duhet jesh si leader. Se kur mendon ç'a bën dirigenti, çdo muzikant është ekspert për veglën që luajnë. Patjetër. Edhe dirigenti nuk është ekspert në fakt, se unë mund filloj tani mësoj violinën, edhe 20 vjet nuk bëhem violinist më mirë se që kam në orkestër. So të jep një rol shumë kështu humble, si mund drejtosh një team of experts, një grup ekspert, kur ti nuk je ekspert vetë. E qartë. Ti më thej që vjen shpesh në Shqipëri, paktën një herë në vit, ke patur mundësi ta shohësh muzikën shqiptare, ti je pjesë e ndonjë shfaqje, si të duket? Sa e shes, se te pak më parë që ky bashkëpunimi mes diasporës dhe po ashtu Shqipërisë dhe Amerikës do të ishte gjëja më e mirë që mund të realizojë dhe do e kishe dëshirën, po sa e shet mundur këtë gjë? Tani është koha për atë, se edhe unë në fakt njëna shfaqjet më të parë që kam pasur me orkestrën profesionale është në TKB-ja në 2014. Isha 23 vjeç, tash jam 33, so jam një çik më shumë mature, si të thuaj. Më i sigurt për atë që mund të bësh. Më i sigurt, po edhe më i pjekur si muzikant, edhe si njeri, edhe e shoh shumë ku është Shqipëria tani in its role both inside Albania, por edhe në botë, nëpër botë, është koha për instituteve e artëve që të grow, të rrisin edhe me diasporën, se kemi edhe shumë muzikantë tash në Amerikë, në orkestër shumë të famose që janë shqiptarë. Ka ardhur koha që t'i kthejmë brapa në Shqipëri. Kam shumë brenda në shpirt që të realizojmë këtë. As soon as possible. Do t'ishte shumë e bukur. Kë vlerëson ti nga muzikantët shqiptarë? Të faktë nga mundësia që ke patur për t'i ndjekur, kush t'ka pëlqyer më shumë dhe që t'ka tërhequr vëmendjen, Kristo? Si role model, në fakt, është Fanoli.
këtu në Boston. Se ai ka bërë çdo gjë që mund të bësh në fakt si njeri. Në aprif, në politik, në shkrim, në poezi, në muzik. Në fakt ai shkoj në të njëjtën kolegj që kam shkuar në New England Conservatory. E kam sa në librat e tij këtu, e kam si super role model për punën time që bëj. Prindërit e tu, Krista, besoj ndjen shumë krenar për ty, me të gjithë vështirësitë që ti na rendite pak më parë, na the që për ta patjetër ka patur vështirësi sidomos momentin që shkuat në Amerikë. Çfarë thon ata, cilat janë bisedat dhe tani që ti je i rritur edhe që ke kaq shumë gjëra në karrierën tënde, çfarë të thon, cilat janë bisedat më shpeshta për ta mbyllur edhe bisedën pikërisht ndoshta edhe me ndonjë mesazh frymëzues për shumë të rinj cilët jetën tani po jetojnë si emigrant, por kanë ëndra të mëdha siç ndoshta ke patur edhe ti dikur. Si ndjen prindrit tim? Po. Shumë, ata janë my support për çdo gjë që bëj. Unë nuk bëj dot asnjë gjë në muzikë without honoring them in some way. When I honor my family, me punën që bëj, I honor edhe Shqipërinë, edhe tokën që na kam ardhur, edhe kur krenon familjen tënde. Po. Krista, unë të falenderoj shumë që ishe në Vizionin e Pasdites. Uroj të kesh gjithmonë sa më shumë suksese dhe shpresoj që këto bashkëpunimet që ti ke dëshirë të bësh me Shqipërinë të jenë sa më shpejt realizueshme. Falenderoj shumë që ishe me ne. Brike, është kënaqësi që ishim bashkë për këtë. Herën tjetër shpresoj ta kemi bisedën në studio. Me kënaqësinë më të madhe. Të falenderoj shumë. Ne shkëputemi për publicitet, rikthehemi me pjesën e fundit vetëm pas pak.